Opozit erdhen të gjithë pa asë një ditë përvoj shkollë. Asë një ditë. Asë kishin parti, se edhe kur të formojsh parti, është një përvoj. Këto erdhen prej malit, prej pushka, i shumë pushka dojnë a pushtet, dojnë a pozit, po qka dion si biznismen, si njeri që ka studiu tona libra për leadership, shkaku i këtyre pasojave, si në smuje, është ardhja e njerëzve pa një dije në menaxhim në leadership. Asë një ditë, ti din ka kanë ardhë, edhe din krej shqiptarë. 20 vjetë nuk pa të ndrime. Enveri, pasojat e Enverit nuk janë 4 vjetë luftë edhe 4 vjetë pushtet. Po 50 vjetë. Koha e Titës është problem, jo që s'ka pos merita, po zgjatja e 50 vjetë. Sot, nuk mund zgjatën fenomenet 50, vetëm Kosovë ka zgjatë. E ke po në Amerikë, në Itali, 2 vjetë, 3, s'po na shkopuna, ndrojnë. Këtu, për shkak të rrethona dhe gabime që i banë, erdhë si krizë që ishte në Kosovë, erdhë Albin Kurti. Edhe unë mendoj, ardhi Albinit, se këto duhen me ndihsh ti, ardhi Albinit edhe Vjosa Osmanit, dhe prej sotit do ndodhë gjithë shka ndryshe për të mirën e Kosovës. Prandej, ne interes të shqiptarëve, që kjo qeveri, për 4 vjetë për krahët, sigurisht opozita ka roli, po jo çdo gjë që thot Albini o keq, çdo gjë që bë Vjosa o keq, po ku ishi ju? Të tem Ramazani, faleminderit. Me nderë qofsh.